obligimin e namazit që kemi ardhur sot me fal namazin e xumës. Andaj këtë obligim Allahu xhalleshanu don me na kallëzu neve se nuk është rastësisht. Nuk është si obligimet e tjera. Nuk është si zeqati, e agjërimi, e haxhi. Po kjo obligim i namazit është direkt prej Allahu xhalleshanu. Te pejgamberi alayhis salam, pa Xhibrilin alayhis salam. Direkt nga goja Allahut, prej Allahut te pejgamberi alayhis salam, e pejgamberi neve na tregon. Ka mujtë Allahu xhalleshanu që këtë obligim, me bo obligim tokë, sikur se obligimet e tjerë, po don neve me na kallëzu, o musliman, mos bën hajgare me namazin. Se Allahu xhalleshanu ka me të pyet ditën e Kiametit, të parën pyetje për namazin, se mes teje dhe ati jo muslimanit është kufini namazit. Nëse e fal e dëshmon vetëm me namaz, nëse e dëshmon vetëm me namaz, je musliman. Nëse nuk e dëshmon vetëm me namaz, pyetja është imani jot. Sa dush ti thuj unë jam musliman pa namaz. Pyetja është e fjala jote musliman. Për këtë shkak obligimin që Allahu neve na ka urdhëruar është direkt prej Allahu xhalleshanu nëpërmes pejgamberit alayhis salatu wasalam, me na ka thënë se kjo çështje nuk duhet të bësh ajgare ti si musliman. Andaj ke kujdes. Fani namazet, 5 kohë namazit, sepse Allahu xhalleshanu e din çka është më e mira për ty. Kjo është detyrimet fetare ku pejgamberi alayhis salatu wasalam na tregon në këtë udhtim se jo çdo musliman, sepse muslimani nuk është vetëm me fjalë, po muslimani duhet të vepron edhe me vepër për ta dëshmuar se është musliman. Se sa njerëz thonë, edhe papagalli mund të thonë musliman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ama vepër nuk bën. Por ti çka dallosh për atyre me çket namaz që kia sot, që ta falësh, është një obligim apo një punë që ti dallosh